Janë zbardhur dëshmitë e 2 personave të përfshirë në plagosjen e ndodhur në Shkodër mbrëmjen e sejntes. Genc Hoxha, që mbeti i plagosur në këmbë, dhe personi tjetër, Izvin Gucia, i cili dyshohet si autori i plagosjes, kanë dhënë versionet e tyre për ngjarjen. Gjithçka nisi për 10.000 lekë të vjetra. Autori dyshuar Gucia tregoi se 45 vjeçari Hoxha kishte shkuar në servisin e tij për të riparuar grupin e timonit të makinës. Pronari i servisit, që është edhe autori i plagosjes, ju përgjigj se nuk kishte një pjesë këmbimi të re, por vetëm një të përdorur. Pasi nuk ranë dakord për riparimin, pronari i servisit mori 10.000 lekë për kontrollin e automjetit. Sipas Gucis, në dalje e sipër, Genc Hoxha debatoi duke i thënë përse më shesi dhe duke e fyer. Një ditë më pas, të dy ata janë takuar sërish në një rrugicë. Pronari i servisit pretendoi se është fyer sërish dhe është sulmuar me grushte dhe sende të forta. Në këto kushte ai nxori pistoletën duke plagosur lehtë në këmbë për vetmbrojtje, ndërsa Genc Hoxha mohoi të jetë bërë shkaktar i konfliktit. Sipas tij, ata thjesht ishin duke u sqaruar, por pronari i servisit e qelloi me pistolet.